Programi ynë 4 vjeçor nuk është vetëm listë premtimësh, por plan i qartë i zhvillimit që përfshin rritjen e investimeve, modernizimin e bujqësisë, përmirësimin e infrastrukturës rrugore urbane. Natyrisht ne kemi punuar shumë vitinja kohë të arritur atje zakonshme, por i duhet vazhdim komunës vitinjës i vizionit dhe i punëve të mira, që në 4 vjeçorin në ardhshëm të ecim edhe më fuqishëm drejt zhvillimit dhe modernizimit. Ne kemi ndërtuar themelet qëndrueshme dhe tash është koha që t'i zgjerojmë ato. Kemi ekip të përkushtuar, përgatitur, profesional dhe jemi plotësisht gatshëm ta çojmë vitinjën në një fazë më të lartë zhvillimit. Programi ynë 4 vjeçor nuk është vetëm listë premtimësh, por plan i qartë i zhvillimit që përfshin rritjen e investimeve, modernizimin e bujqësisë, përmirësimin e infrastrukturës rrugore urbane, digitalizimin e shkollave, furnizimin e qëndrueshëm me ujë të pijshëm në tërësi, avancimin e shëndetësisë dhe rritjen e aktiviteteve sportive e kulturore. Angazhimi ynë për mandatin e ardhshëm do të fokusohet në funksionalizimin e plot zonës ekonomike, zonës industriale e kundërta e asaj që e tha parafolsi, krijimin e ortës komunale për investime, krijimin e zonave të reja ekonomike për shkak se ne kemi miratuar LTN 2 edhe në kuvendin komunal, përkrojnë dhe fuqizimin e prodhimtarisë primare, ndërtimin e rrugëve alternative që vitinja ka nevojë dhe vetëm se kemi filluar, krijimin e parkingjeve, zgjerimin e rrjetit rrugor dhe me ndërlidhje me qendra të tjera dhe themelimin e Akademisë Teknologjisë Informative, ndërsa në anën tjetër digitalizimi i plot dhe profilizimi jo vetëm i arsimit, por edhe i shëndetësisë, i sistemit arsimor edhe i shëndetësor, konform nevojave të tregut është vërtet prioritet ynë. Furnizimi me ujë 24 për këtë vitinje natyrisht me projektin e Bankës Botërore 6.5 milion që kemi nënshkruar vetëm dhe është tenderuar dhe është zgjedhur fituesi, do të jetë një prej sukseseve të natyralës. Ndërtimi i parkut qytetit, ndërtimi i parkut kompleksit ekoturistik në Gryt Morovës, natyrisht ndërtimi i objektit të ri që KMF-s do të jetë një prej prioriteteve mbi prioritete. Koha, dhe qendra kulturore në Pozharan që do të jetë prioritet. Faleminderit.